Kem në këto momente lidhje me kolegen Bendis Druni nga Shkodra. Bendis, përshëndetje. Të përshëndes, se përket seancës gjyqësore të zhvilluar ditën e sotme, është pikërisht pra në orën 10 janë paraqitur pranë gjykatës së shkallës së parë të përgjithshme në Shkodër, 4 personat e akuzuar për vendosjen e tritolit të datën 29 dhjetor, ku humbi jetën Hysni Ymeri, 67 vjeç. Ndarja ka ndodhur në lagjen Manusha Limani, ku në informacione që janë arritur të zbulohen, bëhet me dije se personi që ka vendosur sasinë e tritolit është pikërisht dhe Gert Bushati, ai edhe cili ka pranuar edhe fajësinë e këtij krimi, pasi duhet të saksojmë se tashmë kemi të bëjmë me një ngjarje të rëndë me humbje jete të 67 vjeçarit, por që në deklaratën e tij Bushati është shprehur se pikërisht këtë të sasi tritoli e ka vendosur pasi ja kanë kërkuar 3 personat e tjerë. Bëhet fjalë këtu për Edison Hasaj, Gjergj Zepi dhe Ergys Ibrahimi. Janë këta 3 personat sipas Bushatit që i kanë kërkuar këtij të fundit të vendosin sasinë e tritolit, dhe gjithë kjo ka qenë paktën sipas deklaratës së Bushatit që këtë sasi tritoli e kanë vendosur vetëm me qëllimin për të trembur një person dhe jo për të vrarë një person, dhe që në fakt në momentin kur edhe ka marrë vesh që 67 vjeçari Hysni Ymeri ka humbur jetën si shkak i këtij shpërtimi, ai është merruar gjithmonë duke bazuar në deklaratën e Gert Bushatit, pra që ka dhënë në polici. Gjatë ditës së sotme në seancën gjyqësore, fillimisht seanca është zhvilluar për 3 persona që sipas Bushatit janë të akuzuar që janë ata porositësit e këtij akti terrorist, pra bëhet fjalë pra si cekëm dhe paksa më përpara për Edison Hasaj, Gjergj Zepi dhe Ergys Ibrahimi, ndërsa seanca për Gert Bushatin është zhvilluar veçmas, edhe kjo për shkak sepse ky i fundit ka pranuar pra autorsinë, ndërsa 3 të tjerët nuk kanë pranuar të japin deklaratë dhe nuk kanë dhënë asnjë detaj në lidhje me këtë ngjarje, pra për të pranuar apo edhe për të mohuar lidhje me këtë ngjarje kaq të rëndë. E kuptoj. Faleminderit Bendis për raportimin nga Shkodra. Faleminderit ju.